Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë mënyrën se si përgates unë mish përdoruma dhe mënyrën se si bëj mbushjen. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Për këtë iftar kam zgjedhur që të përgates duruma. Filloj me përgatitjen, fillimisht përgatisim mishin e durumave. Këtu kam dikon rreth 900 gram me gjoks pule. Morim gjoksin e pulës dhe e prejmë në fetat holla. Sa më të holla që bëhet prejja fetave, aq më mirë do jetë. Kështu gjithë gjoksin e pulës e prejmë në fetat holla dhe i kalojmë në njëjën tjetër. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë. Pasi kam bërë prerjen e mishit, tash shtoj melmeza. Na duhet një lugë gjelle me veget, një lugë gjelle me biber të koq. Qofse nuk keni veget në vendin ku jetoni, mund të përdorni krep, një lugë gjelle me magdanos të thatë dhe një lugë gjelle me oregano, pak biber të zi dhe hudhër të bluar. Përgatitja është shumë e lehtë dhe bëhen shumë sheshme, nuk keni nevojë që të bredhni nëpër dyqanet e turqive, gjithë ju që jetoni në Evropë. Kjo është një recetë origjinale, cilën ja vlen me provu dhe bëhen shumë të sheshme. Shtojna 3 lugë gjelle me kos. Shtojna një qep të bërë në blender, cilën e kam bluar për 3 ose 4 herë. Ose nëse nuk keni blender, bëni në rejtë dhe në një kulloz ja kulloni vetëm lëngun e qepës, që vëreni dhe vetë se si del lëngu, pra është qepa e bluar shumë emër. Tash shtojna musart apo sen, shtojna kështu një lugë e gjysmë të gjellës. Do jep një shije shumë të mirë. Dhe shtojna vaj, dikon rreth 50-60 ml, është mjaftueshëm. Dhe masën filloj që ta përzij mirë kështu, që gjithë përbërësit të futet tek gjoksi i pulës. Pra mundohem që ta bëj marinimin mirë. Kam bërë përzirjen mirë, kështu me dorë më mirë është që të bëhet përzirja. Më mirë të përtoj melmezat e mishi. Mjaftueshëm është, tash e mbulojna enën dhe e lojna në frigorifer që mishi të pushoj dhe të marinohet për 2 deri 3 orë. Mishin e kam largu nga frigoriferi, na duhen kështu 2 qep të mëdha. Qep i ndajmë kështu në këtë mënyrë, i ndajmë për gjysmë. Dhe me qepën tjetër veprojmë mënyrën e njëjtë. Gjithashtu na duhen dhe shkopit drurisht, kështu. Dhe shkopit do i ndajmë në gjysmë. Tash morim një tepsi dhe vendosim qepët kështu në mes të tepsinj, si vendosim nga pjesa e rrashtë. Kështu në mes të tepsinj si vendosim. Morim shkopit dhe i vendosim tek qepët. Kështu në këtë mënyrë. Besoj se janë mjaftueshëm. Morim mishin e marinuar dhe fillojmë që ta vendosim mbi shkopit. Kështu qepa do jep një shije shumë të mirë dhe në këtë mënyrë do bëhen sikur durumat e blera. Pjekja e mishit do bëhet në atë mënyrë sikur është i blerë. Kështu gjithë mishin e vendosim. Disa pjesë vendosim në aton, disa anën tjetër. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë.
Dhe marinatën e ngelur e hedhim kështu sipër mishit. Nduhem gjithë marinatën. Për ato pjesë të mishit kanë qenë të mjaftueshme kështu, shkopit t'i ndojmë dhe gjysmë. Qofse përgatitni me për masa më të mëdha, atëherë do përdorni më shumë qep, do e bëni kështu një pjesë më të madhe të qepve dhe shkopit do i leni ashtu të pandor. Dhe mishin e fusim në furrë nxehtë 220 gradë dhe e pjekim dikon për 20-25 minuta. Kam largu nga furra dhe e lojmë që të ftohet, më pas do bëjmë prerje. Mishi është ftohur pak, tash fillojmë që të bëjmë prerje. Pra kështu e prej në pjesë të holla. Në këtë mënyrë, tamam, sikurse e vlerë do del, shihni edhe vetë. Këtë mënyrë e coptoj gjithë mishin dhe më pas do bëjmë mbushjen e durumave. Për durumat na nevojitet një salcë, këtu kanë 3 lugë gjelle me majonez, ja shtoj 3 lugë gjelle me ujë kosi të ëmbël, shtoj një lugë të mesme me oregano, një lugë të mesme me veget, një lugë gjelle të mbushur jo plot me udhën 9% dhe pak hudhër të bluar, hedhim, ose copsa hudhrën qofse keni dhe masën vetëm se e përzina mirë dhe me këtë mas i lim durumën. Është një mas shumë e shishme, po një salcë e shishme. Pasi mishi durumave është gati, salca gati, marrim një paketem me peta tortilli dhe bëjmë mbushjen. Në fillim lyjmë kështu peta tortilli me salcën e përgatitur. Shtoj mishin. Mjaftueshëm është. Shtojmë pak qep të kuqe. Shtojmë sallatë sezonale apo pak kastraveca. Dhe i shtojmë pak keqap. Dhe bëjmë rokollisje. Në këtë mënyrë. Ka ndalë shumë mirë. Mënyrën e njëjtë vazhdojnë atutje me mbushjen e të gjithave, duke i lyer me salcën, duke i ushtu mishin në mes, vazhdojmë tutje në mënyrë të njëjtë. Kjo është mënyra, motra dashura, se si përgatis unë mishin e durumave dhe si bëj mbushjen e tyre. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.